Miqtë Prizmës. Sot, kolegjet e bashkuara, gjykata e lartë, ka marrë një nga ato vendimet më të drejta të mundshme në Shqipëri. Shqipëria është mbushur me të paraburgosur, me njerëz të cilët presupozohen të jenë fajtorë, dhe që shumë prej tyre sigurisht nuk kanë për të qenë fajtorë. Shqipëria është e mbushur në burgjet e saj me shumicën jo të dënuar të drejtësisë, po të presupozuar, të menduar se janë fajtorë, në mënyrë skandaloze, në mënyrë të pabesë ndaj ligjit, ndaj neneve 228, 229, të kodit procedurës penale, dhe shumë e shumë pjesëve dhe për kushtetutën e Shqipërisë, gjykatën kushtetuese e cila është pak ambigue, po gjykatën e Strasburgut, në mënyrë të veçantë, dhe të gjitha vendimet e standardet e Bashkimit Evropian, ku vetëm Rusia na kalon, cila s'ban pjesë as në Evropë, për numrin e të paraburgosurve. Numri i paraburgosurve, pra arresto, fut në burg, plas në burg, dhe pastaj gjet prova, ndodh vetëm në diktatura. Ka ndodhur në kohën e diktaturës sonë, ndodh në Rusi, në asnjë vend tjetër jo. Sot është marrë një vendim, ku sigurisht barra e provës nuk i shkon, siç kanë vendosur shpesh gjyqtar levend, maskarejt këtij vendi, të korruptuar këtij vendi, atij që presupozohet të jetë i dënuar, të akuzuarit. Po prokurorisë duhet t'japi ajo, jo të paraburgosurit. Dhe sigurisht të vendosë qeja kryesore, përveç se prokuroria është e detyruar të japi barrën e provës për vlerësim. Jo paraburgosurit, nuk e ka ai detyrim këtë punë. Këta e kanë thyer në mënyrë tragjike kushtetuese. Në mënyrë tragjike. Dhe vendosë pastaj që sigurisht nuk duhet marrë vendimi a priori në burg. Janë gjithë masat e tjera, duhet të arsyetojnë shumë prokuroria dhe gjykata. Pse po shkon në burg, në paraburgim është fjala. Dhe jo në burg, jo kur dënohet, por në paraburgim, kur presupozohet që të jetë fajtor. Duhet justifikuar shumë, dhe nuk duhet të ketë vetëm qëllim që ky është faji dhe do të dënojmë se ky është faji. Po dhe kush është njeriu? Kush është ky person? Sepse drejtat që janë shkelur në mënyrë të jashtëzakonshme, sigurisht që është bërë zhurmë e madhe pse janë politikanët, por këtu nuk është çështje vetëm politikanësh. Këtu është çështje e qindra dhe mijëra njerëzve, qytetarëve shqiptar. Se imagjino kur i bjen në qafë, sidomos Spaku e ka bërë bojës komplet të punë, boj. Edhe prokurorit e tjera, po sidomos Spaku. Boj fare e ka bërë të punë. Duke plasur njerëz në burg, por edhe prokurorit e tjera, gjykatat e tjera. Të njëjtat ta kenë shumë më të zorshme që t'i plasin njerëzit në përburgje, edhe t'i mbajnë aty për limite kohë që jo vetëm i stërkalojnë, po pastaj edhe keq trajtohen në përburgje. Sigurisht është bërë zhurmë se ka njerëz të rëndësishëm, edhe normalisht do të bëhet zhurma sepse kur të futesh të plasësh në burg një kryetar bashkie si ai i Tiranës edhe disa të tjerë, ose një ish president, po themi, do bëhet zhurma se do shkojë deri atje, por nuk është çështja vetëm e tyre. Po sa njerëz janë plasur në paraburgime, rrinë aty me vite, pa u dënuar, pa marrë akuzë. Njerëz thjesht, si unë, si ti, si gjithë tjerë. Dakord që për gazetarë thonë le të fyjnë, të bëjnë çfarë duan, se nuk i kap ligji. Por kanë shkuar edhe për fyerje. Kanë shkuar në paraburgim. Dakord për gazetarët e kanë marrë që për mua e kanë bërë gabim. Absolutisht. Është rregullimi i procedurës. Në fundin nuk është ligj. Por sa të tjerë janë, edhe për shkelje nga më të vogla. Edhe sigurisht janë që janë vrasës. Por mund të jenë hajdut, sa të duhet, por nuk janë vrasës. Edhe qëndrojnë në paraburgime në mënyrë katastrofike, s'kan akuza për vrasje. Kanë akuza për vjedhje.
sido që tjetë, sa do e madhe qoftë, vjedhja është vjedhja, vrasja, vrasja. Pra duhet arsyetuar shumë, kush është ngjarja e madhe, dhe kush është personi, personaliteti i personit. Pastaj të dyja do të bashkohen, si akuza, si gjykimi, për të parë. E fundit fare është paraburgimi, futja në burg. Dhe për të kthyer në ajo e fillimit, e cila është shumë më e rëndësishme, tashmë gjykatat nuk mund të marrin më vendime absurde antikushtituese që barra e provës i mbetet të paraburgosurit. Si mund të mbetet paraburgosurit barra e provës? Mbetet prokurorisë, do ta ketë ajo, dhe gjykata duhet të ketë kujdes shumë për ta plasur në burg atë, sepse sigurisht kjo është masa e fundit që mund të ndodhë. E fundit fare, duhet pa 1000 karakteristika përpara. Duhet arsyetuar shumë pse, dhe pastaj të merret si vendim. Ka të marrë një vendim shumë të mirë. Jo zakonisht mirë. Nuk më intereson fare kush mund dalë jashtë, kush i paraburgosur mund dalë jashtë, nuk ka rëndësi fare. Nëse ka emrin e Ron Velie, ose nuk e di se kush mund ta ketë, Ilir Meta, nuk më interesojnë ata për mund të rrinë në burg sa të duan. Problemi është ke shumë të tjerë, qindra të tjerë që rrinë në burg kot, po kot fare kot. Dhe sidomos për krimet, cilat sigurisht kanë nevojë për paraburgim. Ka nevojë për masa të tjera, ka Arre Shtëpia, ka i vet ajo Byzylyku, ka masa të tjera, sa të duash. Jo paraburgim gjithë jetën e tij, në mënyrë tragjike. Kështu pastaj shkojmë, i ngjajmë viteve 1970, 1980, ku të plasnin në burg dhe pastaj gjenin faktet. Se janë mësuar këta, për ati regjimi i vinë, dhe të shimarin forcë, dhe si sa forcë kemi ne, dhe duke shfrytzu, si me thonë, eksperiencën e madhe të atyre viteve, të shibëjnë si të fortë. Në të vërtet janë maskari. Plasin njerëz në burg dhe i mbajnë aty. Dakord? Dhe prej njerëz zakonisht i mirë.